ai është Lim Hoti. Limi. Unë falë ju kërkoj gjithë atyre gocave që kanë bë abort. Limi të bë detyrat e shkollës. Limi edhe. Ke lind me lek apo e bë rrugës? Money never sleep. Kujt më noti që i dhe më shumë që ti je i famshëm? Shoqënia. A ke menuar ndonjëherë për shkakun fut në këtë botën e muzikës? Ai koha tallavas. E fillon të pulsi marron palas më sa. 20 vjet që mbo babaku. Bjonda apo Bruna? Hey Siri. Call bitch number 1 please. Në gjisin më shumë me mua ato që janë ride or die. Baby J është ride or die. I ride alone. Limi edhe. Ha më daj, erdi edhe sot dita, shoku, sa kalum gjithë të puntata gjona, vlaj, edhe sot kena të ftum, i Nacho dora jon, dora neve, a kupton? Ai është Lim Hoti. Përshëndetje, ke unë pare, si e duk hiç kove të funit vërtet. Party më bro, party. E direkt nga party. Vetëm paja ju duhet, o dagua dhe ta bëjmë kështu si martes. E kemi këtu në Lim, që dora neve, 4 ditë gjys. Se çka ke se dora neve ti çik si kështu, si çish ke këto sy, ti çka ke vlik kështu. Me kështu. Jo barën e la mas punës. Po çka ka 3-4 pega e tipi, si është. Ti je bogati. Po ku je mërga? Ja ku jam këtu. Po ku je më? Aty pranë kum. Intervista parë. Aty kum le. Para te. Intervista parë, E para. po çaj jena ne me fat tash i bie, kështu i bie, jena ne për mashallah. Në fakt na ka kombinu kështu energjia. Po, kena të njëjtin vaj. Jemi njoft në njëtin vend party apo ja. Thuaj, nuk ka problem. Nuk party do ishim këtu. Kështu që mirë është puna mirë. Jo, basi na njoh party zë. Ne që edhe diku në shkollë. Ti më mollo më vogël po kena qenë, kena rastis. Që njihemi paktën nga diçka. O Lima, hama, ç'a bëu? Si jo TikTokit. TikTok. Se më dole ke TikToku fix. Po bra. Pse në TikTok o vlla? Ti ke qenë gjaj famshëm para. Pse në TikTok? Pse morën vesh gjithë mileti kush je ti në TikTok? Me thënë drejtën s'kom hyrë asnjëherë në TikTok, kupton? Respekt për ata që bojnë TikTok, shokët e mi merren me TikTok, shokët e mi më sakt. Nga ata ma kanë përmend emrin, na el posh limi edhe. Edhe ja ku jemi. Po ti vetë pse s'e ke menuar me qenë TikTok? Po unë kam angazhime tjera me jetën, edhe nuk e përmbush si aplikacion. Nuk është s'është për ty. Fare. Do më thënë që njihesh më shumë nga lifestyle-i që ke pas apo nga shoqënia që ke pas? Tani shoqënia është pjesë e jetës. Lifestyle-in është diçka që e ke vetë, lind me të. E kuptoj, atyllin e ke ose se ke. Pastaj si e menaxhon është komplet pjesë e jetës. Po pra se ti e ke, pra mund ta kesh yllin, mund ta kesh starin, po pastaj varet si lu kartat që dalim aty ku jena tash, ja kupton. Që kështu si menon ti, si e ke luajti kartat? Çdo njeri nuk është kot aty ku është, kupton, edhe jeta është e gjatë, varet nga hapa që ndjek, dhe nga hapa njihesh me njerëz, programet, punët, projektet. Dhe që 13 vjet kemi projekte ndryshme për çdo vit. Domethënë njerëzit kanë çan ndjekin. Pastaj këto 2 vitet e fundit njerëzit më njohin nga TikToki, po nuk është se unë merr veç aty që s'ka qenë. Vetëm aty që s'do më, po vetëm aty që s'do më u njoft. Tash jo, ndesha me të pyet valla, a ke menuar ndonjëherë për shkakun fut në këtë botën e muzikës? Se në klipet kena pa, me thonë drejt ke dal. Me shoqni, që siç kena dal gjithmonë me shoqni, a kupton? Unë kam kriju ka 5 vite që punoj me një label, kam kriju nga fillimi. Edhe merrem me projekte, me montazhe, me xhirime, me studio audio, edhe nuk dua fare më bë këngëtar, a kuptoj, edhe kjo nuk është se më bën të ndihem full, kupton? Po çfarë po ty ndihesh full valla? Çfarë plotson ty? Mu më plotsojnë arritjet deri tani që kam bë dhe ato që do bëj. Dhe kjo kështu. Kam gjuhë që je fut në atë për regji, je fut edhe po bën në universitetin. Po. Shkollën për regji. Ça viti je tani aty? Viti 3, Marubi. Domethënë edhe pak edhe hoqë domethënë. Po si eksperiencë, se po nga që bëj mrapa, a kupton? Mirë është brez komplet tjetër. Limi të bëtë detyrat e shkollës. Goca Gjona, 3 goca në klasë. Karastis në një klasë shumë, që sa jetë detyrat e shpisë. Paska ju shkollë inxhinierie Limi, vetëm 3 goca në klasë e të çuna. Po ç'a projekte shke tani afër? Në një që është pikant, që është i fortë, me kë e ke, kush është
Unë me thënë drejtën po punoj me Bono shoku im. Shumë talent Bono. E përshëndesim Bono. Edhe do ta përkra deri sa doj Bono dhe sa duan. Kështu që jemi të hapura për dilla, për gjona, për. Unë desha me të pyet tash se ti, që njihesh për këtë që the dhe çfarë për lifestyle-in këto gjona që e ke qef domethënë, se është shumë mirë, gjë mirë, se është respekt për veten. Tash ti ke lind me lek apo je bo rrugës? Me të drejtën kjo pyetje është mund të kapi çdo njeri, ne gjithë vim nga zero, bro. Ne vim nga një shtet komunist. Kupton mas 90-s janë hap lekët, janë hap punët, janë hap gjonat. Edhe u punoj gjithë si familje, si fis, nuk jam vetëm unë, asnjëherë, kupton? Edhe çdo kush e gje veten atë rolin e vet. Gjithë ekip domethënë. Por lekët e mëdha bëhen tani e mrapa. Më përpara deri tani o boça o bo, maksimumi sa shkon dihet pak a shumë s'po themi shifra. Por tani e mrapa kanë hyrë loj biznesi vërtet. Kështu që hapni syt se Tirana, Shqipëria, bregu i detit, ka toka, ka shtëpia, ka biznese, ka kleringe, ka gjithçka që mund të përfitojmë se janë në vendin tonë. Pavarësisht se çfarë bëhet me politikën, me këto gjëra. Limo ti mirë flet, më flet shumë mirë, po kujt i thuj? Thu këti, ç'e të japi me klerin? Ky ka i biçikletë me një rrotë, s'ka as dy rrota, e kupton? Ç'e të japi me klerin? Unë për shembull, ka rastin del zinxhiri rrugë, unë nuk bëj dot pa këtë, kupton? Se kë duhet mua, sigurisht ju. Ky si duhet dreshit e bunë dhe pa ikë, po ta gjithë. Ai është klient, ai nik zinxhiri rrugë, çfarë nga ai kena bë. Që kur na lën rrugë që e shoh në malore të rregullu zinxhirin. Nuk mund ta çfarë ndodh. Apo xhiro, do të se na se i ditë po jepsha bosh kodës po etsa. Po na prish ti më për ti me këto që ke lyk kështu. Se na prish atë të gjonat, se për mend e shifra çfarë, se the domethën un kuptova atë që the që demek që boll kena prish, vlla, tash ti hym i botë vetëm me shtu me bot. Sa është kot për kuriozitet, shifra më e madhe që ke prish nat për shembull. Keni shifrë kështu apo? Nuk është puna që unë shpenzoj shumë, unë kaloj mirë shumë, si me thonë, mënyra organizimit, mënyra se si del, mënyra kë ke rreth rrotull, bën që kalosh të ndash gjonat, se nuk është puna tani dalim dhe të harxojmë kohë aty në ajër. Ka i koha tallavas. Ne jemi me nej bregdet. Po kujt i thuma Olim, pa dhe herë po të palas atje. Palas, njal. S'keni shifra kështu specifike për shkakun e zëm? Po nuk flasim dot shifra, shpirta se kemi gjithë mrapa. Mirë, më që kujt më noti që i dhe më shumë që ti je i famshëm. I dhem? Po, i dhem. Kujt i dhem? Kush ka i not? Gjithmonë një do kesh kundërshtarët ata që ti rrin me ta. Ata që ti rritesh me ta dhe kalon gjonat më të mira dhe ndan pjesët tua private, kupton? Shoqënia, shkurt, ship, pastër. Ish ato se këto, kupton? Gjitha kjo është ata që do të kthehen kundra, sepse nuk ke dalë siç kanë dashur ata. Sepse asnjëri nuk të vlerëson për kush je, kupton? Gjithë të vlerësojnë për një... Për qa kjo, se qa duna ta që... Po, jo vetë për mua, se unë shumë fundit njëri, si gjithë tjeret jam, kupta, po... Po, bravo, dakord për tjetër. Kjo është sensi, paka shumë i jetës, përgjithësisë si nodhë. I pasur dhe i varfër, si do që tjesh. Po, në qofë se këta persone që thuti, do në dishnin këta diskutim, le temi, qa do kishtë dash me uzon një mesazh ose një... Mesazhi për persona këta që i dhem, ty që i dhem, që i dhem, që ti për shumë je këtu ku ti mendon që je okay, domethënë. Unë me të drejtën, I ride alone, edhe nuk po du me dhon asnjë mesazh, asnjëri, sepse se merita asnjëri as me dhon të mirat, as këqijat, kështu që unë jam indiferent ndaj çdo njëri që s'ka ditë me vlerësu. Shkurt shif, shef punën tënde dhe vetë çepi gaz, po be the best, fuck the rest. Fix fare. You know? Oli me suksesshëm me femrat prej tipit apo prej lekëve? Kujde burg. Po femrat do bro asnjë s'ka argë unë që kom lek. Kupto? Po si kush është stili jote valla? Si shkoti, si një ti me një? Me të drejtën e kom i çik gjakun e ëmbël, kupton? Okej. Dhe mënyra ime, klasi im, mënyra se si unë flirtoj, mënyra se si dal, mënyra se si kushtoj rëndësi emrave që janë ose muhabeteve që përcjellin këta lloj femrash, më bën të jem i veçantë. Kupton? Dhe nuk kam
Shpërzijem, bro. E ketë lehtë, është kollaj për ty. Në mëngjes kom atë Kush është për rutina jote? rutinën time, kuptoj se shkoj në punë, merrem, kom një autosallon, merrem me makina, shes, blej, nxjerr lekët e ditës, në darkë punoj me klipe, projekte, gjona, nxjerr lekët e natës, sot do me thonë money never sleep. Edhe natën I prish gjithë to, kanë dorë gjatë ditës. I sejvojmë, kemi banka, kemi shok, do me thonë, unë nuk jam tip me vese, bro, unë nuk luj bigjoz, unë nuk merrem me prostitucion, unë nuk merrem me lek me interes, unë nuk bëj asgjë dëmshme për komunitetin që na rrethon. Kupta? So disa njerëz më mirë të marrin shembull disa njerëz si puna ime se sa disa njerëz se din as ku I çon kali, kupta? Jo, bën shumë mirë që e ceke këtë pjesën që nuk merr me bigjoz, lek me interes, çdo gjë, domethënë më thon edhe I mesazh të mirë valla, se nuk janë gjuna të mira. E kena bosi temën neve, se ti e ke ndjek. Temën e bigjozit e këto. Ma mirë Morim qafe pak fjalë, kupton. Më mirë ta përdorim si art, si kjo tavolinë. Të lejmë këtë priftin, po ore çat pëlqet te I femër valla. Si tërhiqesh ti nga I femër? Thjeshtësia, sensualiteti, mënyra si hec, mënyra si flet. Mënyra si qe. A shef të klasi e ka vendim jo. Bjonda apo bruna? Gjitha janë shumë të mira, me të drejtën. Sketi preferenca. Jo, E gjatë, e shkurtër, e hollë, e trash. Gjitha janë të bukura, unë I du shumë femrat, I respektoj gjinin femrore dhe mund t'jenë si t'jenë, do me thonë mund t'jetë seksi, mund t'jetë e dobet, mund t'jetë e shnosh, mund t'jetë I qik me shkollë, mund t'jetë I qik shurrugache, mund t'i ketë gjitha karakteret unë I kom provu, kupton, dhe Po kush ka njët më shumë nga gjithë to karakterit që ke provu? mua më ngjisin më shumë me mua ato që janë ride or die, kupton? Okej, Bonnie and Clyde. Po, diçka që ashtu. E burgë, jo si ty, por ky diçka thotë vetëm këtë vëm gojë, thotë ky në rregull është për mua. Vetëm mori fryp. Shumë e rëndësishme. A punë ma merri çikët kushurinë, ma nxirri çika bursi. Shumë e xhaje. Si ti është ti gjithë. Shumë e xhajes. Çat vëm kështu nga gara halli. Çat vëm. Unë se kom gjakun e omël si limi. Edhe unë kam gjakun e omël limo që ngrin mushkunjat në verë keq fare. Po bu sa fal. Do I bosh në pyetje më? Una. Apo do folësh për mushkonjat e tuja? Pride se Nuk du tash më ka gjithmonë me veç për te nuk du me po pyetje. Mirë se e pyesum, kur ka qenë era fundit që ke thënë të dua? Para 2-3 vjeç, kështu. Diçka ishte një ride or die, kështu një vjeçar. Se këto ride or die nuk është Ride or die, po vdesin masiv. Një moment Mendojmë atë që ta martojmë të jemi ride or die to the end, e kupton? Po çfarë ndodhi? Pse u prish? Shumë, ishte shumë energji, bro, ishte diçka pak a Shumë intens, a? Tipi jem edhe më intens, edhe ishte shumë bash, shumë gjona bash, kupton? Shumë dashni, shumë xhelozi, shumë urrëtie, tana ka pak. Mysin gjitha. Tana ka pak. Pa të shampan, Tao. ishte diçka, vaj, jepi drejtim se... Po mirë, më që na përmendë këtë, po ne femër që dojmë I kërku falja, ke? Falje. Se s'ke mujt më a thonë. Unë falje ju kërkoj gjithë atyre gocave që kanë bo abort. Me mu, si paga shumë në qofë se kuptoni. Dhe është diçka që You know what I mean, më vjen shumë keq, asë ka nuk ndodhur, doja të ndodhte ajo. Ka ndodhur. Po tash unë jam një 31 vjeç dhe vi nga një kohë tjetër jete, kupto? Njerëzit kanë qenë shumë më të pasigurt që për vendimet që marrin jo sikur sot. Kupton se sot 20 vjeçë, 20 vjeç që mbo baba, kupton? Pavarësisht. Po e bo baba? Po, unë e kam I çun, ajo është 10 vjeç, jeton në Zvicër, Mashallah, me gjatë. Jeto me mamin? me mamin, po. Jeto vetëm. Jo. Pyeta mos jeton me limin. Ka fillu puna ne është sistemu kështu mirë. Ai thot Më mirë pa të bukur, okay, morëm. Jeton me mamin. E bonet fort mirë. 10 vjeçë bush. Vazhdojmë te tema tash. Ti ka marrë numrat e punës, më bëj akoma. Pyetja ime ishte kështu që jeton me mamin apo me ty më shumë. Normalisht, po Thomas I ka qef me bëu humor. Po jeton në Zvicër Po ti ishim në Shqipëri se ka një point, ka një point, nuk është krejt pa point edhe shoku. Po, s'është pa point. Po ti ishte në Shqipëri, normalisht I ma baba. Ka bërë rast tuk e syni dhe s'ja le me pa pointin fare. Ka point për Po ti ishte në Po ta Shqipëri. mendosh unë në këtë mënyrën globale, si më thënë, është I çik më ndryshe situata. A mund të mos I mro kotë burrë se jetë le. Mos I mro kotë për se ja futi katunit e burrë. Gjos të trokazi I dera. Tak. No, po këto për abortet ka qenë besoj pëlqimit të dyja palëve që të ndodhte apo jo?
Po, pra, ta thash ishin pasigurt, ishte çështje pasigurisë se ku na çon kjo rruga. Kupto, kjo është një problem që është në Tiranë shumë i madh. Po ndodh ajo. Kjo është e kaluara, me thënë drejtën, po flas përpara 12 vitesh. Okay, po diku ke qenë shumë 10 e mrapa jemi clean. Por a mendon se ka deri ke 10. deri ke 10. A mendon se ka shumë firma gold digger vërdall? Gold digger. Është për mua është diçka çështje lifestyle-i. Kupto? Respekt. Ti mendon që janë shtu apo janë ul kohëve të fundit? Me qa shef jetën e notës saktë që nga viti 0 deri në vitin sa do jetë, bota do ketë. Kjo është diçka që normal. Thjesht i vëmë emra të ndryshëm si puna e paracetamoli, dhe ndrojnë vjen herë Tylenol, ibuprofena, kështu vetëm emri ndryshon shpirta. Po ti në mënyrën e jetesës që ke për shumë, të ndodh rastisesh me shumë se ku dijon bashkohem shumë. T'japin atë gjakun e omël, a? Po fiks që nge fiks. Po ku flet me këto? Ku flet me këto femrat? Apo ke shumë numra telefoni? Çfarë platforme përdor më shumë valla? Unë Instagram e përdor kështu si tip CV-e. Si CV-e. Çfarë bëj kështu? Nuk merrem me TikTok, me Snapchat, me WhatsApp, po. Pas ne përdor close friends, edhe kështu nuk merrem me rrjete sociale. Close friends tash kur do me kur hullin ai gjolje vetëm njënën apo venja 30-40 copa të i fus në WhatsApp. 3 numra telefoni aty. Do me ditë fort, vërse cilën. Do me ditë gjitha. Po për çfarë mora apo kot ta shoh në sy. Më mirë, ai po do t'i thotë se s'ka. Unë funksionoj ndryshe me thënë drejtën, unë nuk është që kam shumë kohë me hub me femrat, edhe ju duket absurde nga që më jekini në Instagram dhe mendojnë bo ky vetëm sex, drugs and rock and roll, you know. Po me thënë drejtën unë jam edhe I work a lot. Ja shtojmë kësaj, se jam këto 3, apo ta shtojmë edhe këtë, që ta zbukurojmë çik. Me thon drejtën se më dole aty se ne ishim ul kafe çfarë? A kupton, ne ishte të bukur muhabetën atë që. Ai që do thon ne gjë. Ishte do thon diçka pra, po miku, si ishte, edhe puna se si funksionoj unë me femrat. Kupton, njerëzit e mendojnë që më shohin Instagram edhe mendojnë që jeta ime është vetëm biça. Po jo, unë kam shumë gjëra tjera. Me pesa do lekë do vin nga diku, a kupton se jo pra sa ti sa më dalë edhe me punua, kupton. Me çunat çfarë për fol këtë gjë që shumë femra për shkakun na kish kuptojnë vëlla. Nga prerja ndoshta nga jeta që bëjmë me kështu gjëra se ku na takojnë mrapa kur bëjmë muhabete tamam thot pritir se çka çuni zjuti, se ka veç kur ai që kam pa unë. Kjo është super rrend, ti thot njëri kështu je. Jo, ty nuk thot njëri kështu. Po bashkë ishim kafe çfarë me barbon. Ta futa një me këto. Ma the ti mus ta tha ajo ty. Po mirë, po tash më patisht të thon vendimi vëlla që çdo njëri mundet me mendu çfarë doj, se ka menjën e vet. S'është menja ime, kështu që gjithsekush ka të gjërat e veta, qëllimet e veta. Ti paga shumë atë menjën e vogël mendojnë shumë pak. Kush ka menjë të madhe do mendojë çik më shumë. Bravo. Kështu që thirrini mendje. A mendon që kjo jeta luksi do në Shqipëri është u promovu shumë për kot pa motiv, se këtu ka njerëz që realisht nuk kanë aq lekë sa qiqen. Tani, puna e luksit në Shqipëri është e ndarë pak a shumë, janë disa familje në Shqipëri që janë të pasura dhe të gjitha të njihen njëri me tjetrin. Pastaj është kjo shtresa e jon që wanna be, kupto? Që dohem të bëhemi si unë, si ti, si Po ka wanna be për mirë dhe wanna be që thjesht ka 3.000 euro në xhep, harxho 3.000 euro dhe mas 3 ditësh ngel pa lekë, kupton? Dhe prap bosi boss. Bo 2 ditë jetë thotë. Po. Ato 2 ditë valla. Kjo më shumë është për këta çuna që vinë nga Anglia, bro. Këta vinë harxojnë ç'a bëjnë një vit, 3 muaj, ikin edhe marrin edhe minuse, edhe ikin edhe futen edhe numrave, gjonave, kësaj, asaj. Domethënë ashtu është, po nuk është çështje kohe. Edhe ata përpiqen me marrë një jetë më të mirë dhe marrë këtu ku jemi ne. Si ka mundësi më vëlla, çdo gjë që femër rrotullohet më shumë. Edhe të lekë, edhe jo unë ai që mjafton të ketë dhëm goja. Çdo gjë që femër rrotullohet. Po mirë vëlla, ora, po më ne të famshë, a ke shku? Po kena shku më kështë, shkojmë prendeve që të une. Kena shku me ekip. Ose ditën e mërkur. E bërë e mua bëtë që ne Ka gjë. pushim bizë mërkurën. Ne do letra, ne domino. E mërkura është dita jote, ha? E ke as fundjavë, as fillim jave je. Mes. Po si ja bën për shembull kur s'duan me ranë sy ato, se kanë sikleta, ku janë dhe të famshme, por fytyra publike thonë o lima, o si do ja bëjmë sot se.
Mos dukna shumë në për Tiranë. 4 ditë me bëj pyetje, ha. Si do ta shijojmë këtë Ore ti dating ose çfarë do ta quajmë këtë? Po normalisht unë këto që kanë shumë komplekse edhe kështu unë nuk bëhem me to. Kupton? Çfarë do të thonë komplekse? Komplekse, jo jo nuk dia dal, jo po ku, jo po si, jo nuk shumë, në shumë kohë e humbur për asgjë. Edhe unë nuk parambaj kontakte me fol gjithë ditën në telefon edhe ta bëj gati për ndarë, për shembull. Mënyra ime është i çik më crazy se mënyrat normale. Unë dal vetëm, dal në orën 1, 2, dal në klub, Nata është e jonë. dhe vej syze dhe gjithçka ndodh aty për aty. Po. Derisa të zgjasi party 1 ditë, 2, 3, 4. The rest is history. Derisa ta Ja. pusim katit. Derisa mos kena më fuqi. e fillon të pulsi maron palas në thënë, ku do. Po normale. Zgjatet viti i ri për shembull. Do të më marrë me 1 ditë, shkon deri me Me Po, që ta është baklava ndër me datë 5 forse. me që ra muhabeti ke party gjonat, pa i zona, merr do të njonën, organizoni dalme ina 4 shokë. Po patjetër. A e bën burrë. Si jo. Merren e njonën, do të thyena 4 veta, thy do dalin, çfarë do thot po jo. Hey Siri. Call bitch number 1 please. Check out fee. Çeka fik. Për pak. Çeka fik. Ka fare, Çeka normal telefonin e ke stresu fare. Po se tash më mirë dalim ne dhe do shohim çfarë do na sillin ne. Pastaj ai Është i thot- çik më intriguese. Ai Ja, do të pull, ndal dhe- vetëm tek pullët në orën 1, 2 dhe shko party muje gjysti thu bjerë një Unë orës për ty, telefon. për ty e kisha mërë zemra se ti e shizi e botit, me të shtyp këtu. Ta kupton vlla, një bo. Ke parasysh zemra, ma qiti çika dhe çunë çaj zemra. Kena bone party me çunë xhaj. E ka bërë Party me njofne. E ke mund qapi herë? Jo, Gjohet. Ishim të morëm qafë të dy, ishim qafë në qafë. Po, ku di ti më E më çuna për ju pas ka qenë jeta. Çfarë Normal. bëjmë, le të shkeni atë durim paraqitjes. Këtë verë, mos harro. Në Sundance, mos harro. Do vim, do vim. Do vim thotë ai për herë, po. I kena long të gjonë. Hey, ai e pendu për ne gjon jetë. Pendu. Po në qofë se janë pendu, do të rregulloj. Kom i ca gjona, kështu janë personale, si me thonë. Kom një 2 brenga, që do t'i zgjidh me kalimin e kohës, sepse jeta është shumë e bukur, për t'i dhënë rëndësi disa gjërat kota. Ç'a bën nga shëllim? Brenga personale, kështu gjona, arritje më shumë. A ti gjona që si ke arrit akoma. Natë personale më vllai që do më arrit në gjë. Tik me një herë. Këtu jemi shpirto. Po të ndodh ndonjëherë që mendon për të shkuar shpesh apo? Jo, ka një herë vetëm kur bëj detox, me ik shumë fashtoj mendoj për shkuar. Se jeta përditshme nuk po kena kohë, bro, nuk po kena kohë me mendu, se po të kemi kohë sa me hyje me mendu thellë. Normal edhe më shumë gjona mira bojmë edhe arrisim. Kupton? Po, jo më zgjoj mirë. Shumë Ore, vërtet. kurioz jo më vlla, se të kom pa kështu që ke tatuazhe gjona, apo siç kena gjithë, unë i kom qef këto. Po, për Ke këto për dalë shembull, ti në Europë që 18 vjeç, për shembull, tatuazhe po gjon. mi më piqet, bezdyse se kena dalë në Europë neve që 18. Bëj Qa këtë. ke ti? Qa ti valla, ma përmend 100 herë, më ka fiksu fare, do të morë dhe 2 Në Evropë jemi rrit, unë kam në 10 vjet në për Po po pra Allah, dashi çfarë do bëjmë na rrit na Kom njerëz jetu kanë 3 vjet problem. në Angli, kom jetu edhe 6 vjet në Zvicër, Zyri. Do me thonë, kom një tjetër mindset. A e shef që s'ishte pa Ndryshe- point ajo pyetja ime? Ndryshe, nuk do kisha këtë lloj Mendime. kupton? Po jo po shpjegoja këtë pra. Po si, Tatuazhe kena Jo, bërë e në për çdo qytet ku tatuazh. kom Jo, shku. desha me këto për këto, valla ke syri për shkakun se ta thon gjatë të shtëpisë kur e ke bën fillim për shembull, burrë të paj zotin. Jam shtëpis. Shtëpis nuk ndërhyn, bro, u bën long time, u bën një kohë e madhe që kur isha 15 vjeç, që kom ikë në Angli, që atëherë, do me thonë ma kanë respektu mendimin tim, kupton? Dhe kanë qenë me mu gjithmonë dhe janë dhe është. Se the ika që 15 vjeç në Angli, si është eksperienca valla 15 vjeç me një vend që se njeh fare. Si ishte në Angli për shembull? Ishte 2006, 2007 atëherë ka qenë kohë komplet tjetër. Adrenalinë, bro, jeta është pak a shumë si fragmente. A me shoqni, si Po me çfarë shkove, si me kamion, shkove? kështu apo? Unë shkova në Itali, aty bëra disa dokumenta italiana përmes di Sanxorë në çan. Këto ika në Austri, mora një avion, isha në mosh gjona, u duksha si huj pak a shumë edhe
Hajde kalo. Hajde kalo. Kaq, po. Ti punove anë rregullat. Me ça projekte shpatë kështu? Si filloi jeta jote 15 vjeç atje? Jeta është aventurë, bro. Kemi bërë dhe gjona që, për shembull, aty ku shkova në fillim vazhdova në një punë, në një restorant, një kushëri tim. Dhe ne të 2-3 muaj dhe sunë shtyva me thënë. Po çmena, Valla si do zgjidhim këta. Dhe hyra vazhdova punë me disa tjerë, punë kështu rrugësh, si mund t'i quajmë. Dhe nuk e kisha gjatë rrugtimin. Rrugtimi ishte 2 vjet e gjys mrena, jashtë, gjys mrena. Dhe me këthy në Shqipëri dhe vazhdoj jeta prapë. Aty reflektove. Do me thonë kena një deport prej Anglie edhe... Me stan? E kuptova. Po, 20 vjet. Aty reflektove ti, kur se gjithë çunat aty reflektove. Lejosh me shkel Angli. Për sa? 20 vite. Kanë kalu disa. Kanë kalu cash. Shumë pas kanë vonë. Kanë kalu 7-16, sa u bon? Nuk jam këtu 2011-ën. As matematikë s'di ti Marsalion. Sa i bi? Po mos sa 15 kam shku. 14 vjet. 16 bie më ton. Nga kjo gjitha që them mund vjen mirë, domethënë që ke reflektuar për atë që të kanë ndodhur dhe ka ardhur në Shqipëri. Okej. Me familjen afër vëlla, kupton se edhe familja ka dhimbje të mëdha shumë. Se edhe unë tash komet edhe vet tani edhe unë ka përgjithësi, bro, se ke tokën, ke shtëpinë, ke non, bab, ke gjagun tat, ke të ardhmen, se duhet me kanë aty për ta, duhen gjonat. Atë mungot shoni Alim? Po, me mungon. E ke menu në herë ta morësh tu? Po si e takon? Ja, unë nuk du me bo këto komplikacione. Kur ndash me dika, unë nuk du me bo ma keq gjendjen, ose të përpiqe me amar, ose nuk jam fare unë kështu shpirti. Nuk du fare të jem pjesë e këtyre gjëra negative, ose dikush i bën edhe për hall, patjetër hall është, po nuk du ta sulmoj nënën, kuptoj se ajo do kaloj stresin ke çuni vetëm rëmuj fare, okej. Zoti paka shumë edhe shteti e kanë thënë që deri ka mosha 14-15 sa tritet dhe ai mund të vendosi vetë për jetën e vet, kështu që po do doje ta kishe këtu apo shmenon që është më mirë atje? Jo, unë mendoj se tani ka nevojë për cic. Ka akoma nevojë për cic. Kur di koha për babi është të duhet prit. Gati. Po eksperienca në Zvicër si ka qenë? Eksperienca në Zvicër ishte në fakt aty vazhdova bashkëjetova dhe me këtë vajzën që ke fëmijë. Po, patjetër dhe ishte tamam si një familje vogël. E sa kohë bashkëjetove atje? Dhe 6 vjet, me atë gocën, no? Po. Dhe kështu. Nëse të paktën përgjithësi përveç faktit që ke qenë, domethënë me mëson shumë bro, në momentin që vazhdon edhe bëj këshilla gjithë dikush, çdo njëri që don me njoh veten, do me njoh një gocë, do me njoh botën, do me përparu përpara. Dilni jetoni vetëm, dilni bashkëjetoni, gjeni partnere të mirë, të keqe, nuk ka problem. Çdo gjë vetëm vazhdoni, të mësoni, të merrni sa më shumë. Unë tu e bojëm, që profesion. Jepi drejt. Dali paraqiti, unë shpirë, marrë qipi, pa ne po thosh aq parçë. Ju bon jetë. Svike për parti ti shpirë. Ja, për parti. Do i dalim me çunë për parti. Orë se vimër se kena probleme se bëjmë shaka. Orek. Po kështu, po komplimenti që ke marrë me bukur, më i bukur që ke marrë, amon. A keni që të ka ngel fiksim për që kjo goca ka bërë këtë komplimenti kaq bukur? Apo s'keni specifik? Nuk e di, unë komplimentet ja bëj vetes me Andrej, kupton, çohem edhe I love myself, kupton, edhe kur jam trip me veten time, mu nuk më intereson a më ndon apo se më ndon, kupton? Na ke pas një moment që se ke dash veten? Jo. Unë veten e du pa fund shpirta. Mirë, se gjithë kemi ato hajse. Ke pas një moment që je thyn jetë, domethënë edhe i ke menuar drejtën, jo, vetëm jena thy, jena çu, jena ngjit, kena vazhduar. Po, normal, nuk kam asnjë gjë brain, kështu ose mira pishmon. E mira kjo është vëlla, mund ndjem mirë me veten, po ndjem mirë me veten, jo si ky, shive si është, s'ndjem mirë me veten. Mirë jo me veten ti, nisni është mirë me mua. Është ciklet. Ua, ç'a tipi që je. Po çfarë është një gjë që ty të pëlqen që njerëzit ta vlerësojnë shumë edhe thua, okay, kjo gjëja më pëlqen që këta njerëz ma vlerësojnë. Okej, pozitiviteti jam, bro. Mënyra se si un konceptoj dhe veproj me jetën, në zgjedhjet që bëj.
Domethënë është pak a shumë e njëjta gjë që ti do të njerëzit që ke përballë, domethënë. Vibe më vllai, vibe çdo gjë. Po ke vibe-in e mirë, dihesh mirë. Po ke vibe-in e keq, dihesh këtë. Po ku diti çfarë është vibe ti vetëm shqip di e burri dhe u vibe thot kë. I ka pa i zotin më na barkun po din vibe-in e Naplonit. Ashtu. Din ne vibe, ka vibe ndryshme, nuk është vetëm një lloj vibe. Ka popullorja e rreth. Po bish, un kom qenë për shkollë në qytetin e dashurisë, vllai, kom jetuar në qytetin më të bukur të Europës, Parisit. Paris. Ka kupton vllai, se e gjeti direkt, ishte nevojë fare. Ka kupton. Ke bë muzikë, po pritë kanë dashuri urrëtie këta dy. Tash i pajtohen, pastaj i ketu zonë atje Samaran. Kim thot mos di çfarë vibe, jo bish. A ke gjunë për shprehjen? O tepën Paris, te in Paris. Jo, ti për Vegasin këtë po. Çfarë digë mo? Se s'di çfarë fare ti. Nuk do la. Pa i videoklipi që ke bë kaq muzikë jote apo atje në Paris? Edhe aty isha casting me thënë drejtën në një videoklip, kanë punu gati 30 veta, njerëz shumë të talentuar, ka pas shumë investim, shumë energji brenda. Ka qenë një super videoklip me thënë drejtë. Ai videoklip nuk është më në YouTube. Se atëherë kom qenë i lidhur me atë këngëtare, kupton? Dhe bardhë pan edhe me kë këngëtare. I bëm delete. Me kë këngëtare. Po me Baby Jean, nëse e njihni. Po e njohim. E bën tip bashkëpunimi ti? Po. Po shumë mirë. Baby Jean është Ride or Die. Po, një ndër Ride or Die. Domethënë ai një viti si ishte apo ishte? Ai një viti që theti kisha një vit. Jo, ka shumë vite, që ka kalu 8 vite si. Okay, kuptova. Oli më ku është veten mas 10 vjetësh? Në break date, bro. Ti më vera? Ta shohim. Jam entuziast ta shohim. Si duken premisa? Ne punojmë shumë, bro, për qëllimet edhe perspektiva është shumë e madhe, që mos flasim kot najër, 3 me kam tok. E shefin Shqipëri qëllimet i ke gjarta, më Shqipëria është Ekuatoria është viza më e mirë e globit, pavarësisht Shqipëria nga gara është diçka që duhet ta vlerësojmë. Kena super klimë valla. Po për shkakun me eksperiencat që ke pas Zvicër, Angli, vende të tjera në Shqipëri, ku kishe zgjedh më shumë që t'ishte përshtat si vend me jetu? Se ti diku në Hollywood, diku anë nga do të thënë së Shqipëri, diku në LA, atje ishte diçka kështu që do jepsha si tip maksimumin tim, e kupton? Kurse këtu varet. Pse ke ëndër aktrimin? Jo, nuk e kam, po artin pëlqen mënyra, projektet, industria. Po arti pra ashtu e bëj shkollën për atë punë pra. Po ti bëjmë videoklip ti, mos e do më bëj kong kë. Po unë ti bëjmë videoklip pa lekë, pa zotin, Amona një moja vlaja, ne kë nuk kemi sa për supportu, jo më. Vetëm i gjoki parasysh të ketë T-Max aty, se pa T-Max se bë videoklip. Ku ma bicikletën bime, se i kujto Parisin. Dhe zinxhir, jo për varin lest, nik me ina ma. Olim, çfarë do i thojë njerëzve për shembull që e kanë më shumë piksunimin te lekët se sa te emocioni, te pozitiviteti edhe jeta në përgjithësi? Energjia e çdo njeriu është pak a shumë embrioni që ka kriju ty edhe je këtu ku je. So çdo që ti thosh ti njerëzve, çdo që ngjosh ti nuk ja ndryshon dot me një, e kupton? So sistemi e ka bëu gjën më të rëndësishme lekun. Tani varet ku jeni dhe çfarë po kërkoni nga jeta, kupton? So njerëzit e mirë kanë energjinë, lindin me ta, nuk mund të bëhesh. Njerëzit hajde do bëu mund njëri i mirë, ose hajde nesër. Vetëm një gjë që mund të bësh nesër është kalosh në një traumë dhe bëhesh i keq. Po tamam. Se për mirë është e vështirë, ose je ose si je. Kjo pozitiv. I keq mund të bëhesh kur dush. Po. I mirë s'bëhesh dot. Po ta jo ashtu është me vërtetë. Se ke ca rob që duken fytyrë që janë këshie për si puna këtij, çis jo, që kur është shef duket intrigant. Veç magazinë jetë këta dy sot. Ça keni për çuna, tash ja duhen ja urrehen ja. Ne duhemi po. I bëjmë humor se merrena me ty që pyet çuni me mamin 10 vjeç, mos hyr me të erat i muhabetit. Po ti hyr ti i erat i muhabetit dhe kuptor sensin. Po limo. Ha më lemo se ngacmo. Çka kanë shprehje që do ta lesh këtu kanë gjurmë. Po. T'ja vesh vulën edhe ta mbyllim në përsot. Gjurmë. Po, i shprehje taten që ti mendon që ka impakt te njerëzit. Ose te bitches. Be the best, fuck the rest. Kjo është logoja, motoja.
Po na shpreh që na përshtatet neve. Juve. Na. Si do si do Po si s'ma lë më ta mbylli ajër emisionin kur është për tu mbyll, më ke gjithmonë pyetje mbrapa. Asnjëherë s'ke për ta mbyll ti, se mua vesh mos më bëj mua tash se eksperiment sa ta kupton. Tash o shpirti, po kështu, si atë pëlqej vibe këtu kanë burra. Shumë nice. Drejtë, Hera unë parë që bëj intervistë, hera parë që vite ju dhe besoj se do jetë e fundit. Do jemi këtu këtë tjera për një gjokë projekte. Po se erdha unë të sjell njerëz të mi. Do vi bono, kena bono. Zgjidhëm atë problem. Oli më knoqën Ne sot na vallai. pëlqeu për zotin. Na e kuptove vibe. Kena një pyetje tjetër kështu. Po jo. Se po e mbyll sa Jo, më Leoni. pëlqeu kështu si ishte vibe i bukur, mua bëhet çuna Edhe është amo. si çuna, Mua bëhet i qet për Respekte. diksionime për qëllime një. shifemi, qargullim. Pam janë tjetër Shive. filmi. Shifna ne të dy se ky s'ka për të ardhur ndonjëherë me ne burit. Po do mërzitet në jera, ne do vi nga ne. Ska sa ata ja pa. Do mërzitet. Por që sotër. Ja, çapo, si njeni. Asë nga ditë parë. Po vjen. Unë jam Eno, nëse nuk na keni ndjekur akoma, subscribe, follow në të gjitha platformat tona tek Andale Ala.